Të dëgjojmë, përshëndetje. Të dëgjojmë zonjë, nga po telefonon? Përshëndetje. Nga Erseka. Nga Erseka. Cila është pyetja juaj? Bisedojmë qik me doktor Ylin. Atëherë ju dëgjojmë, bëni pyetjen tuaj. Dua të pyes një qik doktor Ylin mere. Po shpejt, vetëm shpejt. Po. Përshëndetje, doktor. Po. Kam hequr të mësim, kam disa vite dhe tani kam mërqinë të dhjamosur. Si mund të trajtohem? Pra, ky emision ishte posaçërisht edhe për juve. Pra, nuk duhet të projmë gjellën atë konsumimin, nuk duhet marrim yndyrën atë tepërta. Mos e tepro tek ushqimi me i dhjamosur, te ai mishi i dhjamosur, dhe ndrysho pak strukturën ushqimore. Pra, fut më shumë fibra në dietën tënde ditore, duke konsumuar ndoshta nga pak musli ose tërshër, duke përdorur këto lakrat e egra që unë përmenda, që ande i keni me bollëk, dhe njëkohësisht kërkon për shembull konsumimin e ndonjë çaji, murriz lule, murriz frut, atje nuk ka angjinare, po kemi këtë radhiqen qumshtoren, uthullat, limonat e kështu me radhë. Pra, duke përdor këto, juve ja arrini qëllimin.